flamuri i Kosovës, nuk është të vërtet që s'ka pas debat para prak. Shikoni, me 23 shtator, 1999, është botun koaditoren në propozimi jem për flamur pa qëto yje. Nëse keni fotografin, mundi me të rëguet, cilat kanë qenë në ndërkohë, kjo është bo simbol i institucionave të atëherë që në qujtë institucionet të përkoshme. Fotografin e një libri që i keti? Po, aty i keni flamuri që ka marrë në ndërkohë policia, ushtria, dhe më thonë kjo konë para pregaditje, më thonë, o konë diskutim, kanë mujtë njerëzit me reagu, nuk kanë reagu, deri sa më në fund kanë dalë ky propozim, tash ju mundi me pyet pse në shtu këto 6 yje. Po ja, dihet pse në shtu, profesor? Dihet pse në shtu, përshka këta komuniteteve tjera që... Jo, s'ka të bëj fare me komunitetet. Na që shtë nuk ka të bëjnë. Në prill të vitit 2007, në zyrën time, janë fotografit në internet, ka qenë ambasadori amerikane Tina Kajdanov, ku kemi diskutuar çështjen e flamurit, edhe të himnit, edhe në ndërkohë, ajo ka thonë që këto që ka propozu presidenti Rugova, ai që ka me konë kryeministër i ardhshëm i Kosovës, atër ka qenë Agim Qeku, a kryeministri i ardhshëm, thëtë ka me qenë Hashim Thaçi, se po flasim prill 2007, sa Thaçi bëhet tek në janar 2008 bëhet kryeministër, thëtë nuk i donë. Na dojmë që simbolet e Kosovës me thonë që ndalë prej UÇK-s. Edhe, po, që për shumë të kënë vitin 2004, veç, po më ndaj në të libre jem, këmë paraqit disa simbolet të institucioneve. Edhe mrena është edhe propozimi i kë pa yje. Pra, kjo është propozimi... Jo, së është propozimi im është pa yje. Dhe më thonë me të dërgua dhe ato që... Por, po du me thonë që në vitin 2004 veç kanë qenë të etablume, du me thonë që shukon flamuri i TMK-s, që i policisë Kosovës, që i shoqërisë civile, që i qeverisë, du me thonë, të gjithkun, harta Kosovës ka qenë si simbol. Në Piqantar. Du me thonë, u përgatit opinioni për ma unë. Nuk ka pas reagime. Nuk ka pas reagime. Edhe, ajo ka thënë, a mune me pas lejen prej teje, si autor, që këtë flamur me modifiku dyqysh, që mësë me thonë që e autor ti, po me konë autor një veteran i luftës qërimtare. Ky në mënyrë që flamuri mund gjizë, që populli me dashtë, me thonë ky flamur ka dalë për luftës. Dhe atërë unë kam thonë, po, unë e kom bo në njërën më të mirë të mundshme, kjo mendoj që është simboli më i mirë, thash, ndashta, po qka me shkrutu diqa, thash, për shkak me shkru Kosova këtu për mi hartë. A, tha, Kosova, Kosovo, jo, thash, qysha dhe pe UÇK-s edhe Kosovo, kjo nuk shkan. Tha, po në botën jojnë ma shumë e Kosovë. Pastaj, një bashkëpunëtor i saj, shqiptar, që ka qenë me, po më dhe ka punu në ambasadë, tha nështë me bo shenjen e etit këtu, ato të internetit edhe o edhe o. Dha e tha, ja bre pa lidhe po do këtë kështu. Tani njone një Amerikan, bashkëpunëtor i saj, që ishte me to, bashkë nuk ishën vetëm mona, ishën edhe plotat, tha, unë e ajo, se jo ajo. Edhe tha me bo ndoshta me këtë shkronjën e fundit me mbulu me ylli. Dhe pastaj, një tjetër bashkëpunëtor tha, ndashta ma mirë të mbulojmë krejt shkronjat me yje, të bëjmë 6 yje, edhe e lam kaq. Kur i është dhonë atina që autorsia, me dalë që në fakt nuk është autor, ati i është dhonë propozimi i gatshëm, edhe ka dalë që kë e propozoj flamurin, ai i ka pas krejt sqarime të shkrume për mas, vetëm sqarimin për çka do të thonë yjet, nuk ka qenë, se ato kanë linë në moment. Dhe ai tha që janë komunitetet, po komunitetet me kushtetutën e Kosovës nuk janë 6. Janë 7 komunitete jo shumicë. Sërbet, bosnjakët, turqit,
romet, ashkalin, egjiptianët dhe goranet, 7. Nëse shtohet edhe komuniteti shumic, janë 8, do më thënë jo 6. Por ky sqarim ka met edhe ky ju hinin tru njerëzve, se ku e mrapshta ma shumë ngulitët se sa e mara. Edhe njerëzit vend që me përshpirtnu këto, me morë që një flamur që e ka prodhu lufta, sepse këtë flamur, mësë të shkon lufta, për shqerim, na s'kishëm pas flamur tonin. Na halojshim tonë minoritet, edhe haloj e kishëm bajt flamurin e Shqipnisë, kishëm thonë që kjo flamuri jonë, se qysh e bajnë minoritetet tjera kudo në botë. Po na, do më thonë, lufta për shqerim, e ka bohe Kosovën me flamur. Gjaku i dëshmorëve ka bo Kosovën me flamur. Prandaj, ogja em dëshmorë mbi vorën e tina është flamuri i Kosovës. Atëherë s'ka egzistu kjo flamur. Po kjo është prodhimi që asoj lufte. Se edhe George Washingtoni nuk ka luftu me që të flamurin që u konë në Amerika, ka luftu me krejt flamur tjetër, por sot Amerika e ka një flamur që e kanë vendosë. Tash, mu vetë une, ja hjeku këtë yjet prej nëse une isha konë pushtet edhe isha pas 80 vota në parlament, isha marrë vendimin me ja hjeku yjet. Po së mundë me bo se cilën edhe dëshirën teme, edhe dëshirën e besnikut ati me i plëcu. Tani, që ta 110 deputet që në konë kanë votu për që të flamur, okej, nëse dalin do deputet ma të me që me ndryshojnë, ma ndryshe, ata mujnë me ndryshu, po prap qaj flamur që të merë, që të vendosë parlamenti, qaj komën a përfajsu. Flamuri i Shqipnis ka ndru 6 herë gjatë historisë. 6 herë, 6 forma, që kjo është e 6-ta. Në një kohë nuk ka pas hiç shqiponjë. Prej vitit 1912, po flasë deri me tani, që kjo është i 6-ti, në propozimi i 6. Himni, nuk ka qenë kjo himni me tekst të zdrenit gjithmonë himni Shqipnis. Vitin 1941-45 ka qenë himn i Shqipnis që mësu edhe në shkollat Shqipe në Kosovë në atë kohë, ka qenë himni me autor Gjergj Fishten, po si fleta e Ellit Zotit, qërre flamu i Shqipnis, bini bitë e kastriotit e tjere. Në më thënë, kjo ka qenë atër him komtar që mësue, në zonë se në gjdo orë të partë mësimit e kanë pas problem me knu.